Përshëndetje të dashur maturant, kudo që ndodheni në këtë moment. Unë jam Buqa. Jam udhëheqëse e qendrës karrierës në Universitetin e Europës Juglindore. Fillimisht, shpresoj që kjo video t'ju gjej shëndoshe mirë. Së dyti, uroj që të gjithë së bashku të mund të tejkalojmë sa më shpejt kohën e COVID-19 me qëllim që t'i rikthehemi përditshmërisë sonë. Besoj që ndrimi në shtëpi gjatë gjithë kësaj kohe na mësoi të reflektojmë për veten tonë. Andaj, ajo çka unë do të kërkoj nga ju të dashur maturant, është të mendoni vetëm 5 minuta për veten tuaj, duke i dhënë përgjigje pyetjeve shumë thjeshta, njëkohësisht dhe esenciale për ju. Çka dëshironi ju dhe çka pas përfundimit të shkollës së mesme? Dëshironi të vazhdoni studimet? Nëse po, atëherë ku? Nuk dëshironi të vazhdoni studimet? Do të shpërnguleni jashtë shtetit, në Gjermani, Itali, Amerikë, apo diku ku ju keni familjarët tuaj? Dëshironi të vazhdoni të punoni, apo thjesht nuk keni menduar akoma asgjë? Nëse të gjithë këto pyetje rrotullohen në kokën tuaj, besoj që nëpërmes të prezantimit të radhës, ne, përfaqësues të Universitetit të Europës Juglindore, të mund t'ju ndihmojmë me qëllim që ju ta gjeni veten tuaj në karrierë dhe në të ardhmen. Prezantimi i radhës do t'jeti bashkangjitur me tekst dhe foto, me që rast ju do të keni mundësi të ndalni videon, të lexoni tekstin që është aty, t'i shihni fotot dhe më pastaj të mund të bëni një kërkim në internet ku ne kemi të postuara materiale. Pika e parë që unë ju sugjeroj të bëni është të vizitoni webfaqen e universitetit ton www.cu.edu.mk, me që rast në çdo kohë do të keni materiale të përditësuara. Gjithashtu mund të na ndiqni në Facebook, në LinkedIn dhe të gjitha rrjetet tjera sociale ku frekuenton normalisht rinia. Për gjithë ata që dëshirojnë të vazhdojnë studimet, do me thanë pas përfundimit të shkollës tuaj të mesme, cikli i parë që do të ndesheni në universitet është cikli deri diplomik. Dhe këtu në universitetin ton, ju keni mundësi t'i ndiqni studimet me sistemin 3 vjeçar apo 4 vjeçar. Ndryshe thënë, me 180 apo 240 kredi. Të gjithë ata që do t'i vazhdojnë studimet me sistemin 3 vjeçar, më pas mund të vazhdojnë magjistraturën +2 dhe të tjerë që kanë regjistruar sistemin 4 vjeçar, vazhdojnë magjistraturën +1 vit. Kategoria e tretë, të gjithë studentët që dëshirojnë akoma më tepër ta zhvillojnë veten, karrierën e tyre, mund të ndjekin studimet e doktoraturës në Universitetin e Europës Juglindore. Normalisht një maturant që dëshiron të vazhdojë studimet, pyetja e parë që intereson është cilat janë programet apo drejtimet që ofrohen në universitet. Tek Universiteti i Europës Juglindore keni gjithsej 5 fakultete. Besoj mund të arrini ta vëreni edhe nga këto 5 radh. Fakulteti i Drejtësisë, me drejtimet studimet të drejtësisë, kriminalistikë dhe siguri, si dhe një drejtim inovativ dhe interesant, informatika juridike. Unë ju sugjeroj të pyetni profesorët, të gjithë ata që studiojnë në universitetin ton, që kanë diplomuar, me qëllim që ta keni një përshkrim më të lehtë përpara se të vendosni drejtimin apo studimet që ju do t'i vazhdoni. Fakulteti i dytë është Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë, me drejtime biznes dhe ekonomi, në kuadër të cilës keni menaxhmenti dhe marketingu, financa dhe kontabilitet apo master ekonomi, keni drejtimin financa dhe banka, do me thënë drejtimi i dytë, si dhe ndërmarrësia, drejtimi i cili zakonisht financohet nga kompanitë apo institucionet me të cilët ne kemi bashkëpunim, për të cilën do të flas edhe më vonë. Fakulteti i tretë është Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore, në kuadër të cilit funksionojnë drejtimet Menaxhmenti Publik dhe Administrata, me drejtimet Menaxhimi Publik dhe Politika Publike, Menaxhimi i Organizatave jo qeveritare. Drejtimin e dytë e keni Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, me drejtimet Shkenca Politike apo Master Marrëdhënie Ndërkombëtare, si dhe drejtimi i tretë Puna dhe Politika Sociale. Ju lutem ndiqni webfaqen e universitetit ton, në kuadër të gjitha fakulteteve keni drejtimet e caktuara dhe lëndët, qoftë ato obligative apo zgjedhore, që ju do t'i ndiqni në Universitetin e Europës Juglindore. Për çdo lëndë keni nga një paragraf që besoni do t'ju ndihmojnë shumë përpara se ju të vendosni atë që do të studioni. Fakulteti i katërt i radhës është Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, që tek populli i jo njihet si Fakulteti i Informatikës.
Në kuadër të të cilit keni drejtimet shkenca kompjuterike, inxhinieri kompjuterike, informatika e biznesit dhe arkitektura dhe dizajni, drejtim ky i cili është në akreditim e sipër. Vlen të përmendet në këtë rast studentët që regjistrojnë në universitetin ton mund të ndjekin studimet të gjitha në gjuhën shqipe, në gjuhën maqedonase apo angleze. Me që rast, shembull, një student që studion informatik mund të ndjek studimin në gjuhën angleze, dhe në fund, për posë diplomës në informatik, ai ka shkatësi, posedon shkatësi edhe në gjuhën angleze. Drejtimet të këtilla, do të thënë të që ndiqen në gjuhën angleze, i keni edhe në fakultetet e tjera. Si dhe fakulteti i radhës, si pesti, fakulteti i gjuhëve, kulturave dhe komunikimit që kam mbaruar dhe unë, në kuadër të të cilit keni drejtime gjuhë dhe letërsi angleze, gjuhë dhe letërsi gjermane, si dhe komunikimi ndërkombëtar. Zyra e karrierës mball llogari për atë se ku punojnë studentët pas diplomimit. Do të thënë i marrin në telefon një nga një të diplomuarit gjenerat pas gjenerate. Sipas analizës së fundit, mbi 60% janë punësuar menjëherë pas diplomimit dhe në përqindjen 40 keni një kategori të cilët nuk kërkojnë punë për shkak se dëshirojnë ta bëjnë magjistraturën dhe mos punojnë, dhe një kategori tjetër që normalisht janë në kërkim e sipër të punës. Nuk e di nëse keni pas rasta vizitoni Universitetin e Europës Juglindore ndonjëherë, është një kampus shumë i bukur, i integruar, do të thënë keni gjithçka në një vend. Unë shpresoj që Covid kaloj sa më shpejt dhe ju të mund na vizitoni neve. Kampusi kryesor është në Shkup dhe të gjitha në Tetov, dhe të gjitha drejtimet tjera i keni edhe në Shkup. Objektet dhe ngjyrat kanë identifikime të caktuara, për shembull ngjyra portokalli janë ngjyrat e konvikteve, ekzistojnë gjithsej 7 ndërtesa me 450 shtretër. Ne kemi zgjedhur për t'ju prezantuar disa nga fotot që besoj do t'ju duken interesant. Dhe foto të kampusit që thash në Shkup që vërtet është shumë i mirë, i pajisur me teknologjinë më të mirë të mundshme. Studenti që vendos të regjistrohet në universitet, normalisht i intereson edhe çështja e bibliotekës, tek ne keni mundësi për sallat leximit, do të thënë shumë të mira, keni librat në verzione të printuara, por një përparësi shumë e mirë është ndjekja e materialeve elektronike. Do të thënë biblioteka e universitetit ka bashkëpunim me biblioteka tjera universitare ndërkombëtare, me çfarë studenti prej në shtëpi, për shembull, kontrollon materiale elektronike që i ndihmojnë teksa përpilon një punim seminarik apo teksa mëson. Pikë tjetër me rëndësi që ndoshta në këtë rast më tepër u intereson prindërve tuaj është shërbimi i sigurisë. Tek ne ekziston siguria 24 orë, përpos kamerave janë persona të cilët vërtet kujdesen ju të jeni sigurt teksa studioni në universitet apo edhe ata që jetojnë. Ne kemi kemi një mes vërtet moderne studentore. Ata të cilët studiojnë në Universitetin e Europës Juglindore mund të shfrytëzojnë edhe kushtet e terreneve sportive, që këtë rast janë ato të futbollit, për shembull kyçja në ping-pong, për sha ose edhe fitness qendra që ekziston në Universitetin e Europës Juglindore. Folëm për fakultetet, folëm për mundësi që i ka universiteti jonë, një pikë shumë e rëndësishme, e dyta me radhë që do e kisha theksuar, është qasja e personalizuar. Vërtet që universiteti ka gjithçka të integruar në një vend, mirëpo çdo student ka një ID kartel me të cilën ai vet identifikohet. Me kartelën regjistron provimet, me kartelën regjistron orarin, hyn në orë, do me thënë merr materialet online nëpërmes të sistemit Google Classroom që komunikojnë profesorët, edhe mundohemi që çdo studenti t'i ofrojmë një mentor apo tutor i cili do ta ndjek zhvillimin akademik të studentit prej vitit të parë e derisa të diplomoj, normalisht duke i asistuar që të t'i kaloj vështirësi që ndoshta i has derisa studion. Pika e radhës me rëndësi është pika e bursave, do të thënë e treta me rëndësi. Ekzistojnë disa kategori të bursave. Kategoria e parë e bursave është kategoria e studentëve me notë 5.0 për 4 vite. Do të thënë të gjithë ato që kanë dëftesa 5.0 për 4 vite kanë lirim financiar 60%, ndërsa të gjithë maturantët të cilët për 4 vite kanë dëftesa me notë mesatare 4.5 kanë lirim financiar 40%. Nëse ndajmë për fakultete,
ata të cilët regjistrohen në fakultetin e biznesit dhe të informatikës, u vjen të paguajnë nga 360 euro në semestër, ose nëse ndajmë në muaj nga 60 euro në muaj. Dhe studentët që regjistrohen në 3 drejtime tjera, në fakultetin e gjuhëve, në fakultetin juridik dhe shkencave shoqërore, u vjen të paguajnë nga 260 euro në muaj në semestër apo 43 euro në muaj. Kategoria e dytë që tham duhet keni notë mesatare 4.5, studentët e fakultetit biznesit dhe të informatikës paguajnë nga 540 euro në semestër ose 90 euro në muaj, dhe 3 fakultetet të tjera u vi të paguajnë nga 390 euro në semestër apo 65 euro në muaj. Kategoria e dytë e bursave është bashkëpunimi që ne kemi me komunitetin e biznesit apo organizatat jo qeveritare. Janë ato që vendosin standarde për t'i financuar studentët që vërtet kanë kualitet. Kategoria e tretë është një mundësi shumë e mirë për të shfrytzuar punë dhe studime, do me thamë paralelisht edhe punoni edhe studioni në Universitetin e Europës Juglindore, normalisht ju punoni kur nuk studioni, mund punoni në qendrën kompjuterike, mund punoni në bibliotekë, në qendrën e karrierës, dhe në fund, për post diplomës universitare, ju mund të merrni 2 deri 3 vite përvojë pune që besomni punën e keni të garantuar për shkak se keni përvojë. Dhe kategoria e katërt me radhë është ndihma financiare për fëmijën e dytë ose tretë i cili studion në Universitetin e Europës Juglindore. Të gjithë ata që janë njohës mirë të gjuhës angleze dhe dëshirojnë të përjetojnë jetën studentore vërtet diku jashtë shtetit ton, është programi Erasmus që zakonisht shfrytëzoi një mundësi të tillë rreth 60 student në vit. Do të thënë me gjitha universitetet europiane që ne kemi bashkëpunim, në këtë rast universitetet Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Spanjës, Gjermanisë, Austrisë dhe Francës, ju bëni këmbim një semestër në këto universitete. Edhe kundërta, kemi pas rast për shembull student nga Franca, nga Gjermania, nga Rusia, të cilët kanë ardhur për këmbim studentor në Universitetin e Europës Juglindore. Përpos asaj, tani më kemi bashkëpunim edhe për punë, do me thënë ta kryejmë praktikën në institucionet europiane, me që rast 15 deri 20 student e shfrytëzojnë këtë mundësi që është shumë e mirë. Programi Erasmus i mbulon 470 deri 520 euro në muaj për studentët që e shfrytëzojnë këtë mundësi. Tani më të njëjtit kanë të drejtë të punojnë nga 15 orë në javë. Do me thënë, i tham fakultetet, i tham bursat, i tham kushtet mundësi që janë tek ne, është radha të flasim dhe për profesorët. Vërtet kemi fat që universitetin ton e kanë themeluar ndërkombëtar, institucione, universitetet të Amerikës dhe të Europës, me që rast të njëjtit vinë për të ndarë përvojën e tyre me studentët e Universitetit e Europës Juglindore. E njëjta ndodh edhe për stafin ton, të cilët kanë pas mundësi magjistraturën apo doktoraturën, do një specializim të kryen në këto universitete, me që rast përvojën e ndajnë me studentët e universitetit. Kemi të tillë të cilët kanë mbaruar në Maqedoni dhe shtetet përreth, janë fytyra publike eminente të cilët kanë përvojë në jetën publike, në institucione qoftë qeveritare, jo qeveritare apo organizata të tjera. Nëse jeni student Universitetit e Europës Juglindore, mund të kyçeni në organizata studentore, në këtë rast janë parlamenti, asociacioni studentor, avokati studentore dhe klube studentore që përpos mundësisë së studimit, ju do të thënë merrni edhe përvojën e të qenurit student për ta shfrytzuar maksimum atë. Pas këtij slajdi, zakonisht vjen rubrika ku ne themi a keni ndonjë pyetje, mirë po me qenë se është rasti, do me thënë që tani ju nuk mund parashtroni pyetje në këtë kohë, kjo nuk e ndalon mundësinë ju të na kontaktoni neve, stafin e universitetit, qoftë nëpërmes emailave, telefonatave apo thjesht pas përfundimit të virusit vini dhe të na vizitoni. Do me thënë ne jemi të hapur për t'ju ndihmuar në çdo kohë. Shpresoj që kjo video ketë arritur t'ju jap përgjigje shumë pyetjeve që ndoshta thash në fillim ju sillen në kokë. Sido që t'jetë, vendosët të studioni, mos studioni, të shpërnguleni jashtë vendit, çkado që t'jetë zgjidhja juaj, se në fund është jeta juaj dhe jeni ju ata që vendosni për jetën tuaj. Ne ju urojmë shumë suksese në jetë, në karrierë
dhe mbi të gjitha shëndet. Ju falemderit që ndajtët kohë, na ndoqët neve edhe suksese. Falemderit.